Katër ku ripërsërisim për shkak të presionit ushtruar nga turistët, kemi edhe një rritje të konsiderueshme të terminaleve post, por duhet themi që vetëm Tirana ka një numër të konsiderueshëm, nëse del më pas në rrethe sigurisht që është e vështirë të paguash me kartë, ndërkohë që numri i transaksioneve elektronike ka arritur në 29.353.513, ku pjesa më e madhe e tyre janë pagesa në POS, pra pagesa që ne kryejmë në veçanërisht në supermarkete kur blejmë ushqime apo gjithkund tjetër ku mund të na ofrohen, në dyqanet e rrobave, në qendra tregtare, por pjesa tjetër janë tërheqje në ATM-t, në pikat ku ne marrim pagën tonë, pjesa më e madhe individëve, megjithëse paga kalon në bank, e tërheqin atë fizikisht dhe më pas le të themi të gjitha transaksionet i kryejnë në rrugë fizike, ndërkohë që kemi edhe depozitime, edhe këtu futen tek pjesa e transaksioneve bankare ku janë 48.285, ndërkohë që përkthyer në vlerë financiare janë 334 miliard lek në total të parat cilat kanë kaluar nëpërmjet kanaleve bankare, një pjesë e tyre konsiderueshme janë tërheqje në ATM, pra tërheqje të pagave me 224.6 milion lek, ndërkohë që pjesa tjetër janë pagesa nëpërmjet poseve të cilat ne kryejmë detyrimet për shkak të shërbimeve të marra apo për investimet që duhet të bëjmë. Sa i mundur është realizimi